Sot në periudhën prej orës 2 deri në orën 4, zyrtar policor nga SPB Tetov, DPB Gostivar kanë kryer një kontroll aksioni në 2 objekte hotelirike në zonën e DPB Gostivar. Gjatë kontrollit në fshatin Çegran të Gostivarit rreth orës 2 është privuar nga liria një 50 vjeçar nga fshati Forine e Gostivarit. Ai pasi ka vërejtur zyrtarët policor para objektit, ka kyçur derën hyrëse dhe ka paralajmëruar të pranishmit të ikin. Mirpo, pas një reagimi të shpejtë të zyrtarëve policor në daljen e pasme, është paralajmëruar ikja e disa personave të gjinisë femërore shtetase të huaja. Ndërsa në një objekt në zonën e stacionit policor të Gallatës, zyrtarët policor kanë privuar nga liria një 53 vjeçar nga Gostivari, sepse tek ai është gjetur marijuan. Gjatë kontrollit në të dyja objektet për shkak të keqpërdorimit të qëndrimit turistik, përkatësisht qëndrimit në kundërshtim me qëllimin, janë shoqëruar gjithsej 15 shtetase të huaja të moshës prej 19 deri 40 vjeç nga Serbia, Shqipëria dhe Kolumbia, prej të cilave 11 në objektin në fshatin Çegran dhe 4 në objektin në zonën e stacionit policor të Gallatës. Të gjithë personat janë ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit do të pasojnë parashtresat përkatëse.